por nuk ndodhi për një arsye që unë jam përpjekur ta shpjegoj edhe diku tjetër. Irani nuk ishte një vend i cili e priste këtë zhvillim në mënyrë si thush habitore. Irani është një vend i cili prej gati 50 vjetësh, që nga një me të shkurt i 79-ës, është mësuar me këtë kundërvënie veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe me Izraelin, por dhe me vende të tjera të gjirit, të cilat e kanë parë Iranin, veçanërisht pas rënies së regjimit Shahut, si një regjim të cilin e shikonin si një kundërshtar të tyre edhe për të pasur zotrim për të qenë një aktor me fuqi rajonale, për shkak dhe të madhësisë. Irani është një vend me 90 milion banor, është një nga vendet më të mëdha në rajonin, më i madhi në rajonin e gjirit persik, me burime të mëdha nafte dhe gazit, në vendin e dytë apo të tretë në nivel botror, dhe natyrisht me kapacitete ushtarake të cilat edhe për shkak të embargos u përpoqti zëvendësonte nëpërmjet aleancave të tjera periferike, qoftë me Rusinë, Kinën, Pakistanin, Korenë e Veriut e kështu me radhë. Kështu që nga ky pikpamje, pritshmëria për të pasur një ndryshim regjimin Iran fal goditjeve që mund të bëheshin udhëheqësve të Iranit, besoj Irani nuk e ka gjetur të papërgatitur dhe ngjarjet dëshmojnë që kjo u vërtetua. Pra Irani gjithmonë ka pasur mbi tavolinë skenar, të cilat i jepnin atij të kuptonte që goditjet që do t'i vinin atij nga të tretë do të synonin kryesisht elitën politike, ushtarake dhe atë fetare të Iranit. Dhe kjo ndodhi edhe në disa vite më përpara. Po mos harrojmë që nga konflikti 7 tetorit të vitit 2023, po dhe pak më parë, pra mos harrojmë vetëm vrasjen e Qasem Sulejmanit që ishte gjatë kohës së presidencës parë Trump, Irani ka qenë mjaft i bindur që kjo strategji për të goditur figurat kryesore të Iranit do të vazhdonte për gjatë gjithë kohës. Dhe për këtë arsye i ka ndërtuar atë që quhet strategjia e elitave të shumëfishta. Pra ka bërë një përballje me krijimin e disa qendrave në nivel rajonal, të cilat bënin të mundur të riviheshin në zotrim të situatës me njerëz apo ndodhte një goditje në nivelet më të larta. Dhe kjo deri diku e ka bërë të vështirë edhe parashikimin